Bashkitë kanë filluar të kenë një reflektim pozitiv në menaxhimin financiar të ardhurave të veta dhe transfertave nga pushteti qendror. Raporti për matjen e performancës bashkiake dhe granti i performancës i ka ndihmuar organet e pushtetit lokal në performancën ekonomike dhe ofrimin e shërbimeve. Ministri i Pushtetit Vendor Ervin Demo thotë se detyrimet janë ulur ndjeshëm, ndërsa sfidë mbetet ngritja e një fondi social. Në vitin 2024, të ardhurat nga burimet e veta arrin në 44.4 miliard lekë, ose 1.83% të GDP-s. Të ardhurat e vetë bashkive janë më shumë se 3 fishi, krahasuar me vitin 2015. Detyrimet e prapëmbetura janë një ndër treguesët më të rëndësishëm të mirë menaxhimit financiar të Pushtetit Vendor, duke arritur të zvoglojnë vlerën e tyre nga 12 miliard në vitin 2015 në 3.1 miliard në vitin 2024. Dhe sfidë mbeten ngritja e Fondit Social Vendor, i cili do t'i mundsojë bashkive ofrimin e qëndrueshëm të shërbimeve që sot kryesisht ofrohen nga shërbimi social shtetëror ose organizata. Si përfaqësuese e një prej vendeve që ka investuar më shumë për rritjen e kapaciteteve të Pushtetit Vendor në Shqipëri, ambasadorja e Zvicrës, Ruth Huber, tha se e rëndësishme është që nga granti i performancës më shumë fonde marrin bashkitë që performojnë më mirë. Sistemi i madhis performancës dhe granteve tregon dhe reflekton pikërisht ato mekanizma që përdoren në Bashkimin Evropian, ku financimi mbi bazë të performancës është një element shumë i rëndësishëm dhe për politikat rajonale. Duke zbatuar modele të ngjashme dhe në Shqipëri, Shqipëria po përgatitet edhe më mirë drejt antarësimit në BE. Mbështetje të veçantë Pushteti Vendor në Shqipëri ka marrë edhe nga shteti suedez. Qysh prej 2018-ës, Suedia përmes të paguesve të vet ka ndihmuar Shqipërinë për një sistem modern të taksës mbi pasurinë që do të sjellë më shumë të ardhura për bashkitë. Mbështetja jonë përmbyllet në dhjetor të këtij viti, ndaj vitet në vijim do të jenë vendimtare për Shqipërinë. Kalimi në kadastrën digjitale do të jetë një moment i vërtet suksesi për të mbështetur përpjekjet e Shqipërisë për përmirësimin e sistemeve. Do të jetë një nga elementet kyçe për bashkim më të forta e një Shqipëri më të fortë. Në vitin 2026, buxheti për Pushtetin Vendor është 47.3 miliard lekë, 2 miliard më shumë se në 2025-ën. Sfida e bashkive është të rrisin performancën për të garantuar përafrimin e shërbimeve me standardet evropiane, kriter kryesor në procesin e integrimit drejt BE-s. Harta administrativo-territoriale e Shqipërisë dhe kompozimi i bashkive pritet të ndryshojë së shpejti, pasi Komisioni për Reformën Territoriale ka nisur tashmë nga puna.